Përshëndetje, pasi mësuam operatorët, tani do të shohim se si të marrim vendime në kod. Radhitja baze e ekzekutimit quhet radhë ekzekutimi, por me urdhrat kushtëzuese ne mund të ndryshojmë atë. Urdhri më i thjeshtë është urdhri if. Ai kontrollon nëse një kusht është i saktë true dhe vetëm atëherë ekzekuton pjesën specifike të kodit. Mendojeni si një pyetje. Apo bie shi? Nëse po, unë do të marr umbrellën. Urdhri if else. Por çfarë ndodh nëse kushti nuk plotësohet? Këtu vjen në lojë urdhri if else. Ky urdhër ofron një rrugë të dy. Për shembull, nëse nuk bie shi, do të luajmë tenis. Përndryshe, else, do të luajmë ping-pong brenda. Siç e shihni te shembulli në fund të videos, ne mund të kontrollojmë nëse një numër është më i madh se 0 dhe të njoftojmë përdoruesit për rezultate. Urdhrat e ndërthurur, nested if. Ndonjëherë një kusht nuk mjafton. Ne mund të vendosim urdhra if brenda njëri tjetrit, që quhet urdhra të ndërthurur. Një rast praktik është shembulli i kodit të dhurimit të gjakut, ku kontrollojmë nëse personi është mbi 18 vjeç. Dhe nëse po, atëherë kontrollojmë edhe nëse pesha është mbi 50 kg. Vetëm nëse të dyja janë të sakta, mund të bëhet dhurimi i gjakut. Urdhri switch. Kur kemi shumë kushte për të kontrolluar, në vend të shumë if else, përdorim urdhrin switch. Ky urdhër punon me tipe të ndryshme të dhënash, si int, char apo string. Mos harroni fjalët kyçe, break, në fund të çdo rasti, sepse ajo ndërpren ekzekutimin dhe del jashtë urdhrit switch. Gabimet e shpeshta dhe mbyllja. Para se ta mbyllim, kujdes. Mos harroni klapa gjarpërore. Mos përdor një pikpresje pas kushtit if, dhe gjithmonë vendos një break në switch. Këto detaje bëjnë dallimin mes një kodi që punon dhe një kodi me gabime. Shihemi në mësimin tjetër.